Mbrëm në palestrën Minatori, vllaznimi që në këtë ndeshje luajti në cilësi të vendasit, është përballur me skuadrën e Trepshës në kuadër të gjirës së dytë të Superligës së basketbollit të Kosovës. Ndeshja nisi më mirë nga gjakovarët, të cilët në minutat e parë të çerrekut të parë nuk lejuan shkëputjen e madhe, por më pas Mitrovicasit e morën kontrollin e lojës për të qenë më efikas deri në përfundim të kësaj përballjeje, e cila u mbyll me rezultatin 85-105. Basketbollisti Batin Tuna ishte basketbollisti më efikas tek skuadra e Trepshës, duke shënuar 24 pikë, si dhe duke shtuar 6 asistime dhe 10 kërcime. Ndërsa tek vllaznimi, basketbollistët më efikas ishin Marcus Warwick me 19 pikë, Zigerit me 15 pikë dhe Jon Ismaili me 11 pikë. Pas kësaj ndeshjeje, Trepsha regjistron fitoren e parë të sezonit dhe mban bilancin 1 fitore e 1 humbje, ndërsa vllaznimi mbetet ende pa fitore. Në gjirën e ardhshme, Trepsha do të përballet me Bashkimin në Mitrovic, kurse vllaznimi do të udhëtojë në Suarek për të përballur me Yllin në palestrën 13 qershori.